Faleminderit i Furdis për ftesën dhe për organizimin e kësaj teme. Do të mundohem të mos përsëritem dhe të përmendit disa aspekte të thotë që kanë ndikuar pse mos u themelu deri sot ose mos u transformu deri sot FSK-ja edhe më bëu ushtri, çfarë do jemi që do të mund të quaj. Për buxhet edhe të FSK-s në base do të kisha folë pjesën e dytë më shumë, kom që ka të flasë për atë, por do të filloj me disa aspekte politike të mos transformimit të FSK-s në forcë armatosur të Kosovës. Spari, kur ka nisë këtë proces zyrtarisht, në 2014 është lansur rishikimi strategjik i sektorit sigurisë, është kapitalizuar, në 2012 ka filluar, madje është përfunduar 2014, është kapitalizuar politikisht nga ish kryeministri i Kosovës, Rami Koha. Do thotë nuk është marrë me seriozitet çështja e formimit të ushtrisë fatkeqësisht. Për shkak se nuk është vetëm ish kryeministri, ka vazhduar edhe me qeverinë aktuale faktikisht, ku nuk po munden me formu ushtrinë e Kosovës. Po marrë parasysh, është lista sërbe ajo, nuk ka ekzistuar një konsenzus nacional në Kosovë për me formu ushtrinë e Kosovës. Në ndër, kjo e dëshmon që forca armatosore e Kosovës nuk është në agjendën prioritare të qeverisë Kosovës. Përderisa qeveria ka qenë bukur aktive dhe bukur konstruktive në dialogun me Serbinë në Bruksel, e njëjta nuk ka ekzistuar edhe në këtë temë. Unë mendoj që FSK-ja ose transformimi i saj në ushtri është temë shumë nacionale se sa themelimi i asociacionit komunave në shumicë serbe dhe se sa ketë procesi vizitimeve në Serbi, çfarë kemi parë deri tash. Nëse qeveria e Kosovës thotë se i ka numrat për ta bërë asociacionin, atëherë pse kjo nuk e kushtzon qeveria e Kosovës listën serbe që votën për asociacion me kushtzu me votë për ushtri të Kosovës. Kjo s'ka ndodhur, se kemi parë deri tash. Gjithashtu nuk është kushtzu as bashkësia ndërkombëtare, mos thonë kushtzuar, por ndoshta nuk ka pas një kërkesë nga qeveria e Kosovës që bashkësia ndërkombëtare të bëjë presion Serbisë për të mos i vërë veto kuvendit Kosovës përmes listës serbe për themelimin e faktit. Ka munguar një lobim i fuqishëm nga qeveria e Kosovës për me themelu faktin. Do thotë kemi pa raste të ndryshme kur delegacionet ndryshme vinë në Kosovë, delegacionet Ministrive të Mbrojtjes, vendeve anëtare shumë të NATO-s dhe kur i shohim deklaratat e tyre, ata janë më proaktiv për të ndihmuar Kosovën për forcimin e kapaciteteve mbrojtjes, forcimin e kapaciteteve operative, forcimin e kapaciteteve të interoperabilitetit çfarë i kërkon NATO, se sa për shembull kur i shohim politikanët e Kosovës. Sa i përket çështjes së formimit të fakut, ekziston një presion publik pozitiv nga qytetarët e Kosovës për me kriju forcën armatosur të Kosovës dhe për me transformu në fak. Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë ka një program të veçantë që e bën marrjen e opinionit publik, ku në këtë rast e ka bërë edhe për FSK-n, do të thotë për transformimin e saj në ushtri dhe gati 90% e qytetarëve e përkrahin themelimin e fakut dhe në anën tjetër qytetarët besojnë se FSK-ja mund të bëhet ushtri dhe i ka kapacitetet e veta për të bërë ushtri dhe në anën tjetër janë në favor të asaj që misionet ndërkombëtare të sigurisë Kosovë, tash po flasim këtu për KFOR-in, janë që do të thotë më pak se 50% e qytetarëve janë që KFOR-i të ketë një mandat të pakufizuar në Kosovë. Do thotë dikon rreth 43% e qytetarëve thonë se 3 deri 5 vjet duhet të jetë prania e KFOR-it Kosovë. Për pranimin e KFOR-it Kosovë dhe implikimet e saj në rezolutin 144, gjithashtu do të flas më vonë. Ajo që dua të them është që vonesa e transformimit të FSK-s në fak ka shumë implikime. Spari e bën të pamundur mos kompletimin e arkitekturës së sigurisë në Kosovë, që është njëri nga elementet e sovranitetit dhe integritetit territorial, dhe gjithashtu e vonon Kosovën të integrohet në NATO. Kurse ki komponentën e mbrojtjes është shumë vështirë me i në proces të antarësimit të NATO. Nuk është patjetër kusht obligativ ose dimi i një ushtrie, se për shembull Islanda nuk ka ushtri
dhe aspiron NATO, mirëpo për Kosovën është bukur problematike, ku jo vetëm se ka ushtrin, po përballet edhe me probleme shumë politike. Do thotë mungesa e komponentës zbrojtjes apo mundson Kosovës të antarësohet në NATO dhe në mekanizmat rajonal të mbrojtjes. Megjithëse është antarësuar në disa prej tyre si në Rakvijak dhe në kartën Adriatikut, por në kartën Adriatikut nëse e di me të drejta shumë të kufizuara si mbikëqyrës, më duket. Sa i përket çështjeve të tjera, do thotë, unë do të thoja që formimi i ushtrisë nuk ka shumë rëndësi emri, si do të quhet, a forca armatosur, a forca sigurisë, me rëndësi është mandati dhe misioni i forcës armatosur ose forcës ushtarake, me mandatin aktual që e garanton ligji, kjo vështirë që mund të quhet ushtri, për shkak se kompetencat edhe misioni i saj nuk janë tipike për një ushtri, i ka disa kompetenca kryesisht jo policore, por që në anën tjetër nuk janë edhe ushtarake, nuk janë të komponentës bashkëkohore të sektorit të mbrojtjes, fare i kanë nga zonë shtetet e rajonit ose shtetet anëtare të NATO-s. Gjithashtu, kushtetuta, edhe pse kushtetuta e Kosovës nuk i vendos kufizimin FSK-s, megjithatë, në kushtetutë nuk precizohet se kush e garanton sovranitetin dhe integritetin territorial të vendit. Vetëm thuhet që institucionet e garantojnë, mirë po nuk thuhet ushtria. Nëse lexoni kushtetutat e vendeve të ndryshme, ushtria është garant i sovranitetit dhe integritetit territorial. Në kushtetutë Kosovës nuk përmendet kush, përmendet vetëm institucionet, do thotë kjo në një farë mënyrë e shtron nevojën që patjetër duhet të ketë ndryshime kushtetuese në raport me misionin e FSK-s për t'i dhënë spari kompetenca në fushën e mbrojtjes së sovranitetit dhe integritetit territorial dhe në anën tjetër t'i forcojë edhe më shumë kapacitetet në mbrojtjen civile dhe të përgatitet edhe më shumë për të përballur edhe me fatkeqësi të ndryshme, qofshin me sulme terroriste. E keni pa në Belgjik që ushtria ka qenë ajo që ka garantuar sigurinë në fakt para të muajve gjenden më të jashtëzakonshme të vendit, kështu që mendoj që çështja e FSK-s e transformimit të saj në ushtri nuk është parë seriozisht nga institucionet tona. Shpresoj që do ta ndryshojnë qëndrimin dhe të jetë një çështje me agjendë sipas mendimit tim numër 1 në prioritetet e qeverisë së Kosovës. Faleminderit për vëmendje.